Ajo çka mësuam edhe nga policia e shtetit është fakti adresat paktën nga është dërguar ky email kërcënues me natyrë terroriste është në adresa ka një domen nga një universitet në Argjentinë, por nga ana tjetër përveç verifikimeve që ishte veprimi i parë i kryer nga ana e policisë shtetit, tashmë ka nisur një hetim sa i takon identifikimit jo vetëm të domenit IP-s pajisjes nga është dërguar ky email kërcënues, por njëkohësisht për të bërë të mundur edhe identifikimin e dërguesit të tij dhe vendosjen para përgjegjësisë, për cilët janë angazhuar strukturat policisë shtetit, drejtoria për krimin kibernetik në policinë e shtetit, por njëkohësisht edhe drejtoria e antiterrorit dhe agjencitë tjera ligjzbatuese për të evidentuar, për të bërë të mundur gjurmimin dhe identifikimin e personit apo cili është qëndruesi dhe kush qëndron pas adresës që ka dërguar këto SMS kërcënuese që fatmirësisht rezultoi një alarm i rrend. Po edhe diçka lidhur me këtë Armand, pra kjo adresë është reale apo është e falsifikuar? Është bërë ky verifikim? Është një moment shumë i shpejt, ka vetëm më pak se 2 orë të paktën që policia ka përfunduar kontrollet, siç edhe njoftoi zyrtarisht, policia e shtetit ka përfunduar kontrollet në të gjitha ambientet, në të gjitha selit e institucioneve shtetërore, qoftë ato të drejtësisë apo edhe të qeverisjes vendore në disa qytete të vendit ku ka rritur ky email dhe verifikimet e kryera nga ana e policisë shtetit konstatuan se nuk kishte bomba në to dhe asnjë send të palishëm, as sasi eksplozivi. Më pas hetimi i nisur për verifikimin deri në këto momente të paktën, në këto momente të para është vetëm fakti që unë përmenda që adresa është nga një domen e një universiteti në Argjentinë, por referuar teknologjisë rast të lartë dhe cilën është përdorur në të rast posta elektronike, njëkohësisht edhe teknikalitetet e ndryshme, mundësitë që përdoren nga keqbërës, cilët përdorin emailët cilat mund të jenë në domene qoftë të falsifikuara, të ngjashme me ato të institucioneve të tjera apo edhe me IP që kalojnë nga shteti në shtet, kjo gjithmonë teknikalitetet të përdorura prej tyre për të humbur gjurmët dhe për të mos u bërë të detektueshëm nga agjencitë ligjzbatuese. Gjithsesi, verifikimi paraprak ose të paktën konstatimi paraprak është ky, që dërguesi është nga domeni i një universiteti, pra një institucioni arsimor në Argjentinë, por gjithsesi do t'i mbetet hetimit vijues për të konstatuar fillimisht nëse kemi të bëjmë vërtet nëse është një domen pra real i një institucioni arsimor në Argjentinë apo nëse janë përdorur mënyra të sofistikuara kibernetike dhe kompjuterike nga personat që qëndrojnë pas këtij kërcënimi për të parë qoftë sa serioz ka qenë ky kërcënim, pra nëse pas tij fshihen keqbërës vërtet apo nëse mund të jetë edhe një tek apo edhe një lojë adoleshentësh, gjithsesi e gjitha kjo do t'i mbetet një momenti të mëvonshëm. Policia e shtetit është me rëndësi të themi faktin që hetimi ka nisur për identifikimin e tyre, se janë bërë gjitha verifikimet dhe kontrollet, se nuk ka rezultat. Ka një ngecje të figurës të kësaj lidhe me kolegun Armand Bajrami, flasim për alarmin me bombë, një email që kam rritur në disa institucione para ditën e sotme në disa qytete të tjera të vendit, por edhe pas ka rezultuar pra një alarm fals, pasi nuk është gjetur bomba apo ndonjë eksploziv të vendosur në këto institucione. Mirë, nëse është I rikthemi, japim disa informacione nëse jemi sërish me Armand Bajrami, rilidhemi edhe më pas.